Господине Гаши, зошто во саботата не бевте на средбата со останатите албански партии? Pas konsultimeve në kryesinë qendrore të Lëvizjes Besa, ne unanimisht vendosëm që të mos shkojmë në atë takim për shkak se nuk kemi pse ulemi në një tavolinë me njerëz të janë të inkriminuar dhe për cilët kemi thënë se nuk ulemi në tavolinë. Ndërsa komunikata jonë ishte e qartë. Gjithçka shqiptare që është në interes të shqiptarëve që vendoset në çfarëdo tavoline, ne do ta përkrahim. Kështu që unë mendoj se Ali Ahmeti, i cili vetëm në vitin 2014 i kishte 20 deputet dhe 153.000 vota, kur e kishte kredibilitetin dhe legitimitetin që t'i ftoj shqiptarët në një platformë të përbashkët, dhe nëse kthehemi mbrapa 15 vite, asnjëherë nuk ka pasur asnjë nismë për ulje të përbashkët dhe artikulim të interesave shqiptare, mendoj që kjo që ndodhi të shtunën ishte thjesht një farsë sa për të munduar ta shpërlar vetveten me subjekte të reja. Ne atë karrem nuk e ham, ne ju tham se çfarëdo që merreni vesh ju për shqiptarët, ne do ta votojmë. S'kemi pse ulemi tash pas zgjedhjeve kur janë çështje kombinatorikave për çeverisje. Gjithçka që do të vije shqiptare, në interes të shqiptarëve dhe në interes strategjik të shtetit, qoftë vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale, qoftë antarësimi në NATO dhe zgjidhja e çështjes së emrit, ne do ta votojmë. Nuk kemi pse ulemi. Është një çështje shumë e rëndësishme të kuptohet. Shqiptarët në Maqedoni, qoftë BDI apo deklarativisht në platformat e tyre, nuk kanë dallime për çështjet elementare në Maqedoni. Edhe ne jemi për zyrtarizim të Shqipës në nivel të gjithë territorit, gjithashtu edhe partitë e tjera. Por në këto forme, unë mendoj që është thjesht marrja e legitimitetit nga Ali Ahmeti që pastaj të shkojë te Nikola Gruevski dhe të thonë se ja shqiptarët janë me ty dhe se ne me një ndryshim të vogël do të futeshim në një qeveri. Имате ли сега поясен став околу тоа каква влада е потребна на Република Македонија? Unë jam i bindur se Maqedonisë i duhet ndryshim, i duhet një qeverisje tjetër, duhet të lirohet nga ata që janë të inkriminuar, nga rastet e ndryshme, edhe nga prokuroria speciale, po edhe nga rastet e tjera të kriminalizuara, të cilat kjo qeverisje e ka sjell Maqedoninë në këtë situatë. Ne sot jemi në situatë të pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, për shkak se 2 vite jemi në një krizë të thellë institucionale të cilën na sollën pikërisht të 2 parti, VMRO dhe BDI. Ra sistemi i sigurisë, ra sistemi ekonomik, shëndetësor, arsimor, kulturor, izolimi i Maqedonisë ende vazhdon të mbetet jashtë gjitha rrjedhave euroatlantike. Pas gjithë këtyre dështimeve dhe pas asaj që dëgjuam se me çfarë janë marrë këto politikanë, Maqedonisë i duhet një ndryshim. Dhe ne jemi të bindur se zëri i real i qytetarëve më 11 dhjetor ishte për ndryshime. Por për shkak të presioneve, për shkak të vjedhjes së votave në disa vende ku nuk kishim mundësi të kontrolloj, sidomos ne si Lëvizje Besa që nuk kishim mundësi të kishim pjesë e procesit me komisioner në procesin zgjedhor, jemi të bindur se kjo ndodhi dhe për këtë arsye jam i bindur se ajo që i duhet Maqedonisë është një herë për gjithmonë të pastron me ata njerëz që janë të inkriminuar dhe rastet që janë paraqitur në prokurorinë speciale, këta njerëz ta marrin dënimin e merituar. Do të thonë, kjo është vizioni jonë se ne si e duam qeverisjen e re, një qeverisje e cila do të jetë kaluese, që do të pastron me kriminalet dhe pastaj të hyjmë në një proces zgjedhor normal me politikanë të ri dhe të shohim pastaj qytetarët cilin do ta votojnë, ne nuk kemi problem. Por nuk mundemi të bëjmë qeveri dhe të ulemi bashkë dhe të qeverisim me njerëz për cilët e dim se çka kanë bërë në të kaluara. Дали би учествувале во влада или би поддржале влада која би ја формирале СДСМ и ДУИ? Shikni, kjo është çështje më e kombinatorikave konkrete dhe ne për kombinatorika konkrete do të ulemi edhe një herë në kryesi dhe do të merremi vesh. Në parim, ne do të përkrajmë gjithçka që është e mirë në interes të shqiptarëve dhe interes strategjik të shtetit dhe nuk do të përkrajmë
gjithçka që është në kundërshtim me këto parime. Ne para disa ditëve dolëm me një komunikat ku treguam se cilat janë parimet e tona për pjesëmarrjen qeverisje dhe ne do të qëndrojmë konsekuent atyre qëndrimeve. Prandaj, për raste konkrete, për oferta konkrete, do të ulemi edhe një herë në kryesi dhe do të marrim vendim. Por qytetarët shqiptarë edhe qytetarët e Maqedonisë duhet ta dinë, tashmë mendoj se e kanë të qartë dhe të kristalizuar mendimin se cili është pozicioni i lëvizjes BESA. Ne atë që kemi thënë qëndrojmë pas. Ви благодарам за разговорът. Faleminderit edhe juve.